Ditën e parimet se Klarë në solve intervista. Kur e ke filluar për të parë instrumentin? Instrumentin për të parë kam filluar në Shtëri në 73. Defin atje mësova. Kisha një shok këtej nga fshati. Ai bine Devi dhe bija të psisë dhe mësova pastaj dilim me orkestrën e repartit. Po. Bëjë festivale në Shtëri. Lirova në Shtëri, pastaj fillova muzikën. Ky vaj binde Pipzës. Pipzës, ka qenë festival, ishte mjeshtër Pipzës. Nga Pipzës kam mësuar klarnetin. Këtu kam mësuar klarnetin nga babai Bariami nga Nexhipi. Ai punon këtu te Shpiku Kulturës tonë. Shkonde me leksion mësim. Pastaj bëm grup ne, unë, ky, dy. Edhe dy vëllezër të tjerë bijë vizonikën dhe 4 veta vinë për dasma. Dhe s'kishim pushim, grupi më i madh. I bërin të zonë. Festivalit e zonë. Po. Festivalit, neve hajmë nga 5 dasma javët. 2, 3, 4 dhe kishim tegur, të qupa të quni. Pa jenje, ti për ditë, për të njëra, s'ka fare, qësima. Atëherë, çfarë sekreti ka Devi kur i bie? Për mua s'ka asnjë fillim, kishte sekret, për mua tani s'ka asgjë. Tani është Teknike për shembull, mund të përdorin një njerëz që nuk e njeh, si mund të luajnë det. Sa për mbajtur një ritëm të caktuar. Cila është mënyra se si e mban? ai Devi do të bjerë me ritme gërnes. Ritmin të ndjekit Po, të ndjeki gërnetën dhe fizomonikën. Për shembull, një ritëm që luhet në zonën tonë, cili është? Një ritm që ruhet neve, ruajmë ritmin e zonës muzikës. Po, një ritëm, si mund ta thuash me gojë? Ta bësh ose me rënien tavolinës, se me që s'kemi Devi sot. Devi dhe marrë. Duke, për shembull, duke i rënë progonisë. Po. Ose një valle tjetër, si tha ky, për valle për gratë. Ose për vallet e jugut i bie vetëm me dorë. Ata me dorë i bie. Kjo është sa për pak gjurmë, me dorë, po, atë saranda. Vetëm mban ritmin. Vetëm marrim saranda me dorë i bie ti. Asnjëherë me dy. Po. Dhe ne muzikë i bie mbrant Devit, i bie me duar. Po veriu, Veriu s'përdor der fare. daullë. Po daullë, po atë Dev s'përdorin se ne po të vemi me dasmat e mbytim. Na i thanë mama jote që Devi shumë i rëndë. Devi shumë i rëndë, se i rëndë mban në lëkurën e të ndosuri. Rë 1 vit a 2 vit. Kur kisham dasma unë, vijam një herë një javë dhe ndërrejë lëkurën atje. Në berat një javë, i lëkura. Ju të bëne zile, Devi ting. Çfarë lëkurë ishte? Lëkur kedhi. Berat në berat. Atë një nga momentet më të bukura të instrumentistit të Devit në dasmë, në traditë. Cila është? Cili është momenti më i bukur? Momenti më i bukur është në fillim kur futesh me orkestër, si tha ky, kur futet e pa diku të bëhet dasma. Hapet a hengu. Ai është momenti më i bukur. Dhe gëzon për Zotin e shtëpisë dhe orkestra dhe muzika është e bukur. Shumë e bukur. Po themi ne këtu fillon dasma, që na heng. Vazhdon na heng deri natën vonë. Flasim për fshatin, okay? Sa zgjat a hengu zakonisht? Zgjat 3-4 orë, 5 orë. Kur e kupton instrumentisti që mbyllet a hengu? Kur ja për të thotë Zoti, Kur paksa njerëz. Dasmos. kur largohet as mund një nga një, marrë. Zoti i shtëpisë tani. Tani jam i lirë thot. Marroj, ai Kur vazhdon? Jemi të njëjtën këtu. Kur vazhdon? Ebi tene, marroj dasma tene, fillon të shtunë, dasme qunjë, fillon të shtunë dhe marroj del larg. Po, zakonisht çfarë luhej të shtunë në dasmë? Vallet bashkë vallet popullore, këto këngë që thot ty. Këngë muzikare. Këngë të vjetra. Do marr çiften të dal për gjatë, çaj ishte kënga e tij. Pasione lumit. Këngën e Salam Musait. Edhe selam usaj. Po. Ishim Gorica me gjema. Shumë këngë. Ne përgë shullerit. Ka raste e në kërkojnë. O, shtallar, na bëni filan këngë. Dërgojnë në ujë këmishën e. E fillojmë në... Ka patë... Çke bilbil që këndon, e tjera ka shumë këngë të vjetra. Cila këngë pëlqen më shumë nga zona jonë? Që të pëlqen? Po tëra këngë shumë mira muzikare. Po kënga e bilbil është më e bukur. Që këndon një
janë kavajt e gjysma dasma me të pirë me bira me ragi. Të ndajë njerëz. O çoban të duar shumë se dhe e këse këndo vetaj. Si është këtë një çoban? Melodia. Edhe o çoban të dua shumë edhe ho çoban mori. Ah mahni dhe ho çoban mori. Edhe o çoban të dua shumë edhe ho çoban mori. Amani ho çoban mori. E po ti çostan gate muna dhe ho çoban mori. Amani ho çoban mori.